Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes së tij? Është shumë e rëndësishme të dimë se ç'ndodh me atë që vdes. Vdekja është hapi i parë drejt botës tjetër. Do të flasim këtu për shpirtin pas vdekjes dhe për jetën e varrit, duke ju lutur Zotit të na e lehtësoj të gjithëve vdekjen tonë. Nëse ti e sheh atë që po vdes, ti nuk mund të ndjesh atë që ndjen ai që po vdes, sepse ai shikon ata që ti nuk i sheh dot. Ai është në prezencën e melekëve. Kur të vi radha edhe ty për të vdekur, do t'i shohësh edhe ti. Por, ky është nga momentet më të vështira, dhe këtë e tregon Zoti i gjithësisë. Prandaj pika ku mbështetemi ne, për sa i përket besimit në botën tjetër, janë ajetet e Zotit të Madhërisëm dhe hadithet e pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam. Kur Zoti përshkruan momentin kur njeriu t'i del shpirti, ai thot: atëherë kur gjuri bashkohet me gjurin, dhe kur vin grahamat e vdekjes, atëherë shikimi i njeriut është i mprehtë. Dietarët thonë se vdekja është si puna e perdes, që të ndan nga bota tjetër. Në momentin që dikujt i vjen vdekja, ajo perde hapet për atë person dhe njeriu sheh shumë gjëra. Por, çfarë shikon ai? Shikon engjëjt që ai nuk i ka parë më parë, shikon të ardhmen e tij. Mund të shikoj xhennetin apo xhehenemin. Në momentet e vdekjes, njeriu bëhet pishman më shumë se çdo herë tjetër për gjithçka që ka kaluar. Atëherë do të thotë: o Zot, më kthe edhe një herë mbrapa, që të bëj punë të mira në atë që lash. Zoti thot në lidhje me këtë: përkundrazi, kjo është thjesht një fjalë goje që ai e thot. Pas kësaj vjen jeta e varrit që ndan jetën e dunjas nga jeta e ahiretit. Është nga momentet më të vështira dhe kjo shpjegohet nga hadithi i Muhammedit alayhis salam, i cili në pragun e vdekjes fuste duart e tij në ujë të ftohtë, fërkonte fytyrën e tij dhe thoshte: La ilaha illallah, vdekja pas ka vështirësi. Ka vdekje të ndryshme. Nga ajo që shohim ne, nuk arrim ta gjykojmë nëse është nga banorët e xhennetit apo të xhehenemit. E lusim Zotin të na lehtësoj këtë moment, sepse ati nuk hin në punë as logjika, as shkathësia e njeriut, por vetëm mëshira e Allahut fuqiplot. Muhamedi alayhis salam e ka shpjeguar çështjen e njeriut pas vdekjes në një hadith shumë të gjatë dhe të bukur. Ai ka shpjeguar në detaje se çfarë ndodh me njeriun, qoftë ai besimtar apo jo besimtar, në momentet që dorëzon shpirtin e tij tek Allahu i Madhërisëm. Sahabët tregojnë: teksa varrosëm një xhenaze, pejgamberi alayhis salam ishte brenda në varr dhe po bëhej gati të fuste kufomën. Ai filloi të qaj dhe tha 3 herë: kërkoni mbrojtje tek Zoti nga dënimi i varrit. Pastaj tha: kur besimtari është në pragun e largimit nga kjo botë, i vin atij melekët e Zotit me fytyra të qeshura e të gëzuara. I afrohen përpara syve dhe askush nuk i shikon përveç atij. Pas pak vjen meleku i vdekjes dhe i thot: o shpirt besimtari, dil në mëshirën dhe kënaqësinë e Zotit tënd. Në këto momente shpirti i njeriu del më lehtë se ç'del pika e ujit nga ena. Sa po del shpirti, melekët shoqëruese mbështjellin me njëherë me qefina nga qefinat e xhennetit dhe e parfumosin me parfum nga parfumet e xhennetit. Pas kësaj nisen për tek Zoti i gjithësisë. Trokasin në dyert e qiejve. Melekët që janë roje të dyerve të qiejve pyesin: shpirtin e kujt keni sjell? Ata përgjigjen: kemi sjell shpirtin e filanit, të birit të filanit. Duke e thëritur atë me emrat më të bukur që ai njeri ka pasur dëshirë ta thërasin. Atëherë melekët thonë:
mirë se vjen o shpirt i pastër, shpirt besimtari, dhe në shenjë respekti melekët e roje e shoqërojnë deri në qiellin tjetër. Kështu vazhdon derisa ata afrohen tek qielli i 7 dhe pastaj Zoti thot: Kthejeni robin tim në varr dhe shkruajeni emrin e tij tek libri i të nderuarve. Pasi varoset kufoma në çastin që largohemi, pejgamberi na porosit të bëjmë lutje për të vdekurin, sepse ai i dëgjon hapat tanë teksa largohemi. Pejgamberi a.s. vazhdon: Pastaj i vin aty 2 melek, Munkeri dhe Nekiri, të cilët e ngren njeriun dhe e pyesin: Cili është Zoti yt? Cila është feja jote? Cili është profeti yt? Dikush mund të pyes: si mund ta ngren një person që ka vdekur? E thash edhe një herë që logjika nuk e shpjegon dot këtë gjë. Ne shohim një ëndër dhe nuk arrim ta shpjegojmë dot. Po ashtu është edhe bota e varrit, e cila ka ligjet e saj. Hadithi vazhdon: Njeriu përgjigjet: Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe pejgamberi im është Muhamedi a.s. Atëherë Zoti flet: Shtrojeni varrin e robit tim me shtroje prej xhenneti dhe hapni atij një dritare nga xhenneti. Pak më vonë vjen atij një person i veshur me të bardha. Fytyra i shkëlqen dhe i vjen erë e mirë. Njeriu e pyet: Kush je ti? Personi përgjigjet: Unë jam puna jote e mirë. Gëzohu për çfarë vjen më pas. Atëherë i vdekur i thot: O Zot, bëje sa më parë kiametin. Kur pejgamberi a.s. po i thoshte këto, i pranishëm atij ishte edhe Umeri radiallahu anhu. Pejgamberi a.s. i tha: O Umer, si do t'i përgjigjesh këtyre pyetjeve? Umeri u përgjigj: Unë do t'ju them melekëve, ju më thoni kush është Zoti juaj, kush është feja juaj dhe kush është pejgamberi juaj, sepse unë jam i sigurt për këtë. Atëherë pejgamberi a.s. buzëqeshi. Muhamedi a.s. vazhdoi të tregonte përsëri: Kur i vjen vdekja atij që nuk ka besuar në Zot, i afrohen melekët, të cilët të fusin frikën kur i shikon. Ata mbajnë me vete qefin nga zjarri dhe parfum nga zjarri i xhehenemit. Menjëherë afrohet meleku i vdekjes dhe i thot: O shpirt jo besimtari, dil tek zemërimi i Zotit tënd. Ky lloj shpirti kur shikon melekun e vdekjes dhe kur ndjen erën e zjarrit të xhehenemit nuk del, por futet thellë në trupin e njeriut. Atëherë melekët e tërheqin shpirtin e tij me disa çengela dhe e nxjerrin atë pjesë, ashtu siç mund të shkëputet leshi i lagur nga ferrat. Melekët shoqëruese marrin shpirtin e këtij personi, e qefinosin me qefinat e xhehenemit dhe e parfumosin me parfumet e zjarrit. Pastaj nisen për në qiell. Trokasin, por melekët që ruajnë qiellin e parë pyesin: Kush është ky? Përgjigja vjen: Është shpirti i filanit, i biri i filanit. Melekët thonë: Ai person nuk mund të hyjë në dyert e qiellit. Atëherë pejgamberi a.s. lexoi ajetin kuranor, i cili thot: Nuk hapen për ta dyert e qiellit dhe nuk hyjnë në xhennet derisa të hyjë devja në vrimën e gjilpërës. Atëherë Allahu xhalleshanuhu jep urdhër: Shkruajeni robin tim tek libri i të dënuarve dhe kthejeni shpirtin e tij në varr. Pastaj i vin atij 2 melekët që i bëjnë të njëjtat pyetje: Cili është Zoti yt? Cila është feja jote dhe cili është pejgamberi yt? Ai nuk përgjigjet, por pas çdo pyetje thot: nuk e di, nuk e di. Atëherë Allahu i Madhërisëm thot: Shtrojeni varrin e robit tim me shtroje nga zjarri. Varri i tij fillon e ngushtohet derisa atij i futen kockat tek njëra tjetra. Pastaj i hapet një dritare nga zjarri i xhehenemit, ku shikon vendin e tij në zjarr. Pak më vonë
I vjen atij një burr me rroba të zeza, me fytyrë të zezë, që i vjen erë e keqe. Njeriu pyet: kush je ti që më shqetëson? Ai përgjigjet: unë jam puna jote e keqe. Pastaj i vdekur i thot: o Zot, mos e bëj kiametin. I lutemi Allahut të Madhërisëm të na e lehtësoj vdekjen dhe atë që vjen pas saj.